32 fëmijë të qarkut Shkodër nuk kanë mundur t'i bashkohen nxënësve të tjerë sot në ditën e parë të shkollës pasi janë të ngujuar nga frika e gjakmarrjes. Shifrat bëhen publike nga misionarët e paqes e pajtimit që operojnë në këtë qark, ndërsa fshati i Bardhajve në komunën Rrethina ka dhe numrin më të lartë të fëmijëve të ngujuar. Janë rreth 32 fëmijë që nuk frekuentojnë shkollën që për problemin e gjakmarrjes. Kryesisht në cilat zona janë këto fëmijë? Kryesisht zona e Bardhajve ka më shumë. Abuzojnë me kanunin, se kanuni i Lekdukazhinit nuk e ka nasionen saj. Jashtë kush nuk din për me ashtu se nuk ka të gujohen fëmijë gra. Gra hez bëhet fjalë fare. Fëmijët deri si të mushin moshën 18 vjet. Kanuni nuk e ka më guju men. Edhe pse ekziston një projekt i vënë në jetë nga darkë këta fëmijë për shkak të vendit ku jetojnë e kanë të pamundur të jenë pjesë e shkollave të posaçme për të ngujuarit. Mësimi këtyre fëmijëve zhvillohet brenda shtëpive të tyre ku mësuesit shkojnë për t'u dhënë mësim. Gjatë viteve të fundit, roli i strukturave të shtetit dhe i shoqërisë për parandalimin e këtij fenomeni realisht mund të konsiderohet tepër i ulët, ndërsa gjakmarrja ka sfiduar hapur shtetin.